Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Konsumoni 20 kokra qershi çdo ditë dhe do kuroni një nga problemet më të mëdha pas moshës 50 vjeç. Duke pasur parasysh që kanë pak kalori dhe shumë veti shëndetësore, mos hiqni dorë nga qershit, por duhet të jenë të freskëta dhe të pjekura mirë. Në këtë video, sipas Bright Side, do të rëndisim disa nga vlerat kryesore që do të marrë trupi juaj nëse konsumoni të paktën 20 kokra qershi çdo ditë. Ato janë miku më i mirë i linjave perfekte. Qershit japin ndjesinë e ngopjes e mbi të gjitha kanë pak kalori. Janë një vakt i mirë rifreskues për pas ditët e nxehta të verës. Për më tepër, bishtat e qershive të zjera me ujë me pak kanellë krijojnë një çaj dezinfektues, diuretik dhe qetësues, dhe shumë të nevojshëm për të luftuar celulitin. Janë të mira kundër plakjes. Këto fruta të vogla dhe të parezistueshme përmbajnë vitaminën A, C dhe ato të grupit B. Janë një burim i fortë i oligoelementëve dhe mineraleve mes të cilave hekuri, kaliumi, magnezi, të pasur me antioksidantë të nevojshëm për të neutralizuar radikalet e lira dhe të luftojnë plakjen. Të japin më shumë energji. Sipas disa studimeve të fundit, qershit janë një ushqim i rëndësishëm për ato që bëjnë sporte dhe janë aktiv. Avantazhet më të mira merren duke pirë lëngun e tyre me disa kokra në mëngjes. Për një lëkurë të bukur. Qershit na bëjnë edhe më të bukur, sidomos për lëkurën. Me 6 qershi të pjekura, një fet kastravece dhe një gotë kos natyral, i përzieni bashkë në mikser dhe e vendosni përzierjen në fytyrë për të rifreskuar dhe rivitalizuar kështu lëkurën tuaj. Qershit mbrojnë shëndetin e zemrës. Këto fruta të kuqe, që për shumë njerëz janë ëmbëlsira e preferuar e verës, janë një burim i pasur i zinkut, hekurit, kaliumit, manganit dhe bakrit. Kaliumi ka efekte pozitive në shëndetin e zemrës dhe është një komponent i rëndësishëm për qelizat dhe lëngjet që trupi rregullon në punën e zemrës për presionin e gjakut. Ka veti të mira antiinflamatore. Në sajt të një efekte të fortë antiinflamator, frutat e kuq në përgjithësi paraqiten si aleatët më të mirë kundër dhimbjeve të kyçeve. Të pasur me antioksidant polifenol, vitaminën C e beta-karoten. Ky frut parandalon oksidimin e qelizave dhe shoqërohet gjithashtu me veti të mira antiinflamatore që rekomandohet për njerëzit të cilët vuajnë vazhdimisht nga dhimbjet e kyçeve, artriti ose komplikacionet të ngjashme që i kanosen shëndetit tuaj. Sipas ekspertëve, 20 kokra qershi në ditë kanë efektin më të mirë për të përmirësuar imunitetin tuaj. Qershit do të stimulojnë gjithashtu edhe sistemin tuaj tretës dhe mund të jenë në një zgjidhje përkatëse me shumë përfitime në dobi të organizmit. Përmes acideve të tyre mbrojtëse dhe sheqerit frutor, qershit stimulojnë punën e lukthit, zorëve dhe pankreasit dhe stimulojnë edhe përmirësimin më të mirë të tretjes. Përveç kësaj, qershit do të nxjerrin ujin nga trupi dhe kështu lehtësojnë punën e sistemit të zemrës dhe qarkullimit të gjakut dhe aktivizojnë mëlçin dhe veshkat. Gjithashtu, substancat antibakteriale të qershisë formojnë edhe element më të mirë për shëndetin e dhëmbëve duke parandaluar dëmtimet e tyre. Gjithashtu, ky frut do të pastrojë veshkat dhe kanalin urinar sepse është një diuretik i shkëlqyer i cili ndihmon në sekretimin e urinës. Përveç kësaj, substancat që përmban qershia pengojnë një formim të shtresave të problemit të dhëmbëve. Qershit janë të mira kundër rrullave dhe problemeve tuaja të plakjes. Qershit i rekomandohen njerëzve që vuajnë nga astma dhe alergjit, si dhe ata që duan të kenë një lëkurë të bukur sepse qershit përshpejtojnë prodhimin e kolagjenit. Ky frut në fakt përmban antioциanina të cilat forcojnë indet lidhëse dhe pengojnë formimin e rrullave duke shkatruar enzimat të dëmshme. Do të ofrojë një gjumë më të lehtë. Qershit gjithashtu përmbajnë antioksidantin melatonin, i cili i qetëson sistemin nervore dhe ndihmon kundër nervozizmit, pagjunësisë dhe dhimbjeve të kokës. Melatonina në fakt ndihmon në ruajtjen e bioritmit tuaj stabil dhe të saktë. Gjithashtu, shkencëtarët nga Universiteti Louisianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ndihmon te gjumi. Ulëntimi i tyre ka treguar se të anketuarit kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më gjatë pasi që për 2 javë çdo ditë kanë pirë 2 gota me lëng qershie. Qershit janë të mira gjithashtu edhe kundër humbjes së peshës.
Qershit kanë efekte të mira, ato kanë pak yndyrë dhe kalori dhe në 100 gram qershi do të gjeni 63 kalori dhe janë një ushqim i shkëlqyer për dietën tuaj. Për shkak të përqindjes së lartë të ujit dhe kalorive të pakta, qershit ndihmojnë edhe në humbjen e peshës. Falë fibrës dhe pektinës, këto fruta krijojnë ndjesinë ngopjes. Ashtu si shumica e frutave, qershit kanë shumë kalium kurse kanë pak natrium, gjë që ndihmon në largimin e ujit nga trupi. Ullumtimet e Universitetit të Michiganit thonë se antioceaninat e qershit kanë aftësinë të ruajnë sasinë e yndyrës dhe të ulin nivelin e kolesterolit në trupin tuaj. Tashmë qershit mund të ofrojnë shumë vlera të mëdha për trupin e njeriut, dhe ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e tyre në mënyrë të rregullt për të ofruar vlera më të mira. Nuk ka asgjë më të mirë se sa konsumi i qershive vazhdimisht në dietën tuaj, dhe përfitimet që do t'i ofrojnë organizmi do ta bëjnë atë më të mirë. Qershit janë një produkt shumë i mirë kundër problemeve dhe inflamacioneve. Qershit janë të mira dhe të përballueshme. Trupi ynë gjithmonë do të rrisë inflamacionet kur bëhet fjala në periudha të forta të stresit, por qershit do të jenë në një zgjidhje përkatëse me përfitime mbreslënse në dobi të organizmit dhe parandalimin e këtyre shqetësimeve. Ato janë të mira kundër hipertensionit dhe problemeve të goditjeve në zemër. Qershit kanë një përmbajtje të lartë të potasit, janë të rëndësishme gjithashtu edhe për të rregulluar presionin e gjakut për të luftuar këto dy probleme të rënda për shëndetin. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve që u kanosen nga hipertensioni. Qershit do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të masës suaj muskulare. Të pasur me antioksidant, substanca anti-inflamatore, qershit do të favorizojnë riparimin e muskujve, përmirësojnë shëndetin e tyre, lehtësojnë raskapitjen dhe dhimbjen që mund t'i kanosen muskujve tuaj. Kështu mund të jenë një mundësi e shkëlqyer për të gjitha ata persona që merren me sporte. Qershit janë një zgjidhje përkatëse me vlera mjaft të mira edhe në shëndetin tuaj të gjumit. Hormoni që na bën të flem, melatonin, na ofron mirëqenie nga mënyra se si i konsumojmë ato. Sipas një studimi të publikuar në revistën Journal of Medicinal Food, pirja e lëngut të qershive futet edhe në elementët më të mirë që ju ndihmojnë të flini më mirë gjatë mbrëmjes. Kështu do të ofrojë lehtësime më të mira në shëndetin tuaj. Dhe ekspertët cilësojnë qershit dhe lëngun e tyre si një zgjidhje alternative mjaft të mirë për të ofruar dobi kundër problemeve të pagjumësisë. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të trurit, dhe vazhdimisht duhet të jenë pjesë të recetave tuaja. Qershit njihen tashmë edhe për ndihmën që jap në memorien më të mirë dhe parandalimin kështu të humbjes së kujtesës. Kjo është vërejtur nga komponentët e gjetur tek qershit, siç është antioceanina, që është prova më e mirë për një shëndet të trurit më të fortë dhe parandalimin kryesor të këtyre komplikacioneve që i kanosen vazhdimisht shëndetit tuaj të kujtesës. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë për personat që duhet të evitojnë kilogramat e tepër dhe duan të dobësohen. Vetitë e tjera të qershive lidhen me aftësinë e tyre për të dobësuar. Ato konsiderohen si një ushqim i lehtë dhe plot me fibra. Nëse doni ta konsumoni gjatë sezonit të tyre, do të ndjeheni më të ngopur dhe gjithashtu do të mbani larg dëshirën për të ngrënë ushqime jo të shëndetshme. Por tregoni kujdes, janë të mira, vazhdimisht duhet të jenë pjesë të recetave tuaja, por nuk duhet të egzagjeroni me përdorimin e tyre në mënyrë që benefitet e tyre të jenë gjithashtu më të larmishme. Nuk duhet të konsumoni më shumë se 20 kokra qershi në ditë, citon Cover Media. Është e rëndësishme të tregoheni të kujdesshëm me sasinë. Në rast se nuk ekziston ndonjë rrezik nga konsumi i qershive, mund t'i përdorni ato sipas dëshirës, por ekspertët vazhdimisht theksojnë se masa dhe sasia e lejuar që mund të merrni përfitimet mbreslënse të tyre në organizmin tuaj është jo më shumë se 20 kokra në ditë për të ndikuar pozitivisht në mbrojtje të organizmit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu. Mos harroni ta shpërndani sa më shumë këtë video.